Një nga momentet më qesharake të ferma VIP ka ndodhur sot dhe po bën namin në rrjet. Protagoniste e kësaj situate të pazakon është Sara Karaj, e cila gjatë një bisede me Ilir Shaqirin ka rrëfyer një incident që askush nuk e priste. Teksa po ushqente një lop me bar, gjithçka ka marrë një kthes surprizuese. Në përpjekje për të marrë ushqimin, lopa i ka gëlltitur edhe unazën nga gishti. Nga një moment i zakonshëm në ferm, situata u kthye në një mister të vërtet rural. Por Sara nuk e humbi sensin e humorit. Me batutën që shkaktoi të qeshurat e të gjithë banorët, ajo u shpreh: "Tani s'kemi çfarë bëjmë, do presim të dalë paketa speciale dhe kush e gjen, e mban si shpërblim." Banorët shpërthyen në të qeshura, ndërsa kjo ngjarje pritet të mbetet një nga historitë më epike të këtij edicioni. A do rikthehet unaza në duart e Sarës apo do mbetet një kujtim i tretur në ferm?